Hera është talse, pijadese është turbut, dhe kush jepet pas tyre nuk është jurt. Frika e mbretit është si ulërima e luanit, kush janë zit zemërimin më katon, kundër vet jetës së vet. Esht një lavdi për njeriun t'u shmangët grindjeve, por çdo buda përzihet në to. Për ta që nuk lëron për shkak të ftohtit, për pasoj do të lyp në kohën e vjeljeve, por nuk do të ketë asgjë. Këshilla në zemrën e në njeriut është si ujë i thellë, por njeriu me mend do të di të mbush nga ai ujë. Shumë njerëz shpallin mirësinë e tyre, por kush mund të gjej një njeri besnik, i drejti ecën në ndeshmërinë e tij, bitë e tij do të bekoken pas atij. Një mbret që ulet mbi fronin e gjyqit, ndavarit me vështrimin e tij çdo të keqe. Kush mund të thot, pastrova zemrën time, jam i pastruar nga mëkatim. Pesha e reme dhe masa e reme, që të dyja janë gjëra të pështira për Zotin. Edhe fëmija me veprimet e ti tregon, nëse ajo që bën është e pastër dhe ndershme, veshin që dëgjon dhe syrin që sheh, i ka bërë që të dy Zoti. Mos e duaj gjumë që të mos varfërohesh, mbaj syt hapur dhe do të kesh buk sa të ngopesh. Eşit eştekeş vollersi,
por mbasi ai ka ikur, lavdërohet për blerjen. Ka flori dhe margaritar të shumt, por buzët e pasura me dije janë një gjevahir i çmuar. Meri robën e ti, ati që ka hir dorëzan për një të huaj, dhe mere pengat që ka garantuar për gjërat të huajve. Buka e nxjerr me hile është e ëmbël për njeri unë, por pastaj goja e ti do të mbushet me zaje. Planet bëhen të qëndrueshme nga këshilla, prandaj beje luftën me këshilla të urta. Ai që shkon poshtë e lart, duke përfolur tregon sekretet. Prandaj mos u shoqëro me atë që flet tepër, ati që mallkon të ati dhe të ëmën. Lamba do t'i shuhet në terin më të madh. Trashëgimi e fituar me nxitim në fillim nuk do të bekohet në fund. Mos thuaj, do t'i përgjigjem skeqes me të keqen. Ki shpresë të Zoti dhe ai do të shpëtoj. Peshimi i dyfisht është i neveritshëm. Për Zotin dhe peshori e pasakt nuk është një gjë e mirë. Hapat e njeriut vijnë nga Zoti. Si mund ta njoh pra njeriu rrugën e vet? Është një kurth për njeriun të marrë një Zotin pa e matur mirë, dhe mbasi ta ketë marrë të mendohet. Një mbret i urtë i shpartallon njerëzit e këqij e kalon pita rrotën. Shpirti i njeriut është lamba e Zotit që vëzhgon të gjitha rajet e fsheta të zemrës. Mirësia dhe besnikëria ruajnë mbretin. Ai e bën të qëndrueshëm fronin e tij me anë të mirësisë. Lavdia e të rinjve është forca e tyre. Deri i pleqve
janë thinjat e tyre. Të rahura që lën plak të thella e heqin të keqen, ashtu si goditjet që vinë